Pas më shumë se 2 vitesh nisin zyrtarisht punimet për rikonstruksionin e xhamisë së Plumbit. Myftyu i Vlorës, Ardit Hoxhallaku, thotë se është punuar gjatë për të rregulluar dokumentet dhe për të zbatuar të gjitha procedurat, jo vetëm me shtetin shqiptar, por edhe atë turk. Sipas Hoxhallakut, projekti do të realizohet nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim në bashkëpunim me një firmë shqiptare zbatuese. Pas shumë muajve punë do ju them që plot 2 vite jemi marrë dhe jemi munduar dhe jemi stërmunduar që diku të rregullojmë letrat dhe diku të rregullojmë procedurat e tjera si me shtetin tonë, si me shtetin turk, për arsye se këtë punë do e bëj Tika dhe më në fund sot si ditë edhe e premte, ditë e bekuar për besimtarët musliman, po pse jo edhe për mbar Vlorën tashmë, sepse sot fillojmë punimet, pra do bëhet rrethimi i xhamisë nga 2 firmat, si firma nënkontraktore shqiptare, ashtu edhe firma turke, e cila është kontrollore dhe arkitekti turk. Pra, sot do fillojmë të bëjmë rrethimin dhe fillojnë të gjitha procedurat në punë. Ardit Hoxhallaku tregon disa nga detajet e realizimit të këtij projekti, ku thotë se projekti përmban rehabilitimin e kupolës, minares, mureve të xhamisë dhe gjithashtu edhe mbulimin e verandës me xham. Projekti përmban komplet qarkullimin e ujit rreth rrotullit të xhamisë, pra do bëhet drenazhimi nga e para. Pastaj do bëhet rregullimi i kupolës, që do bëhet siç ka qenë në origjinë, pra do kthehet me plumb. Kupola, do bëhet rregullimi i minarës, mund të zbritet e gjitha në tokë dhe të bëhet nga e para, për arsye se nuk është origjinale minarja, pra do ketë ndërhyrje tek ajo, do ketë ndërhyrje në të gjithë murin komplet ku do bëhen mushjet përkatëse, në mënyrë që të dalë muri origjinal siç ka qenë, do bëhet mbulimi i pjesës së verandës përjashta dhe do bëhet me harqe e mbuluar e rrethuar me xham, në mënyrë që të përdoret 12 muajt e vitit. Pra të jetë e përdorshme, të jetë pjesë e brendshme e xhamisë. Ndërsa nga brenda do kemi të gjithë muret dhe afresket do t'i kemi të restauruara, pra çdo gjë do jetë pothuajse e re. Hoxhallaku thotë se sipas marrëveshjes ky projekt pritet të përfundojë për 18 muaj, por do të zgjasë edhe më tej këtij afati. Në përfundim të tij, Vlora do të ketë një xhami të re. Sipas marrëveshjes që është bërë me Institutin e Monumentet të Kulturës, është 18 muaj kontrata. Por që është mëse normale që mund të ketë shtyrje për shkak të shumë gjërave që mund të ndodhin gjatë rrugës. Ne mendojmë për 2 vjet do mbyllet. Vlora do të ketë një xhami thuajse të re. Po, do jetë me vlerën e saj 500 vjeçare, por që do jetë një xhami, siç thatë edhe ju, e re. Xhamia e Plumbit u përmbyt më 4 tetor 2024 prej përmbytjeve që prekën qytetin e Vlorës. Prej asaj dite deri pak muaj më parë ajo qëndronte e mbyllur për të vendosur më tej në dispozicion të qytetarëve pavarësisht dëmtimeve në muajin e shenjtë të Ramazanit.